Spektakli që ka mbajtur të gjithë në pritje, Ferma VIP 3, çelësiparin e rrugëtimit të tij sonte në mbrëmje. Një aventurë jashtëzakonshme nis në ekranin e Vision Plus dhe live 24 orë në 2 kanale të dedikuara. Një rikthim i shumë pritur që këtë vit vjen me energji tërësisht të re, me një prodhim të sqaruar dhe me një cast që premton dramë, lojë dhe surpriza në çdo hap. Edicioni i tretë vjen më i madh se kurrë, duke bashkuar VIP-a që do të përballen me njëri tjetrin në një lojë ku vetëm më të fortët mbijetojnë. Këtë herë, që natën e parë në Ferm hynë më shumë personazhe se çdo sezon tjetër. Shumica prej tyre nga fusha e artit, skenës dhe televizionit, të cilët vijnë si një përzierje karakteresh që garantojnë tension, humor, përplasje dhe aleanca të paparashikueshme. Ky format do të mundësojë një kombinim të përsosur mes aventurës dhe bashkëpunimit, ndërsa çdo pjesëmarrës do të bëjë gjithçka për të arritur finalen. Edhe këtë vit, loja nuk është vetëm fizike, është strategjike, emocionale dhe sociale. Në drejtimin e Vita Production dhe producentes Holta Dulaku, rikthehet në ekran moderatorja e dashur Arbana Osmani, e cila do të sjellë çdo moment, çdo emocion dhe çdo surprizë të këtij sezoni. Është privilegj për mua që të jem këtu, kënaqësi e madhe që të punoj në një skuadër fantastike. Ferma është një format krejt ndryshe nga ato që kam prezantuar më përpara dhe që kam ideuar më përpara, sepse në qendër të Fermës është në vend të lojës puna. Dhe mua më pëlqejnë shumë njerëzit që punojnë dhe besoj që publiku do ketë modele të mira për të ndjekur, sepse minimalisht do ketë punëtor, njerëz që do merren me bujqësi, me blegtori, me sfida, e përpos këtyre, pasi ti përfundojnë të gjitha, do duhet të jenë edhe simpatik në publik. Në Fermën VIP, çdo ditë është një sfidë, çdo vendim ka pasoja dhe çdo hap mund të ndryshojë lojën. Do të jetë vendi ku do të sfidohen aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca. Jam e gëzuar që kemi një cast të shkëlqyer. Janë personazhe përveç se të njohur, shumica e tyre, shumë të njohur që na ka shoqëruar prej dekadash, janë të gjithë njerëz me karriera, pra që kanë një background të rëndësishëm artistik, por jo vetëm, kështu që jam e sigurt që për 100 ditë do kemi mundësi të shohim gjëra të bukura, po edhe ta ushqejmë pak shpirtin. Ky sezon vjen më dinamik, më i egër dhe totalisht i paparashikueshëm. Me teknologjinë më të fundit të transmetimit dhe kamera super të avancuara, çdo moment i Ferma VIP 3 do të vijë më i qartë, më afër dhe më real se kurrë. Këtë vit, produksioni ka ngritur një strukturë të re teknike, 4 regji të koordinuara që ndjekin paralelisht çdo lëvizje të VIP-ave, duke kapur çdo reagim, çdo përballje dhe çdo detaj pa humbur asgjë. Një eksperiencë vizuale e një niveli tjetër që sjell spektaklin drejt teleshikuesit në kohë reale. Përmes një miksimi të elementeve të reality show dhe game show, Ferma VIP 3 synon të angazhojë publikun si kurrë më parë. Ndaj nga kjo e premte, mos u ndani nga 2 kanalet e dedikuara, si dhe nga ekrani i Vision Plus. Starti i madh është sonte dhe gjithçka do të ndodhë do të flitet gjatë.